Zef Preqi, sa vitet u bë që ke punuar në administratë, në shtetë, si e shikon protestën? E shoh si një instrument që po nxjerr shoqërinë shqiptare nga depresioni. E shoh që po rritet një brez që nuk janë si thot populli qenë të rrahur, si brezi post-komunist, por e shoh si një brez që lufton për dinjitet dhe që është shkolluar, është sjellje civile dhe që tenton të marrë ato përgjegjësi që janë mohuar në kuptimin e të drejtave të njerëzit, të pjesëmarrjes në jetën publike, përjashtimi social, përqendrimi i vendimarrjes dhe i pasurive në pak duar, e ka shndruar aparatin shtetëror, makinerinë qeveritare, në një mjet që shërben vetëm grupet e interesit, oligarkët, segmentet e krimit organizuar e tjerë. Dhe në këto kushte, ta njerëz janë duke luftuar për gjën më minimale, më të arsyeshme që mund të ketë një shoqëri. Si e shikon këtë injorimin që i bën kryeministri protestës, zërave, kërkesave të tyre, por jo vetëm, edhe ndërkombëtarëve në shumë raste? Në periudhën mas vitit 1991 jemi përballë kryesisht me protesta politike, përjashto armë kimike dhe studentët, protestat e tjera kanë qenë politikisht të drejtuara. Dhe sjellja e pushtetit ka të bëjë me shkallën e demokratizimit apo të kulturës demokratike që ka ai që drejton. Ish kryeministri i ndjer Nano e ndryshoi qeverinë gjatë atyre 2-3 viteve që qeverisi ja 4 herë për shkak të presionit që bënte opozita. Në ditët e sotme, në një opozitë anemike, pa vizion, edhe në të njëjtën kohë që nuk kupton rolin e saj për të kanalizuar pakënaqësinë publike në votë, vjen kjo situatë ku partia më e madhe sot në Shqipëri është partia këtyre njerëzve që s'janë asnjë parti, as majtas as djathtas. Dhe në këtë këndvështrim reagimin e kryeministrit e shoh si një matje pulsi të situatës, po ndjekin rrugë të turpshme, se cili ndoshta që është në këtë sheshe etiketojnë që nga iranianet deri tek britanikët, dhe në njëjtën kohë harrojnë që në pushtet je për të qeverisur, do thotë për të shërbyer të atyre që të kanë votu, njëkohësisht atyre që nuk të kanë votu. Zef, ju jeni njëri i lexuar, një njëri i cili sigurisht që njihni dhe politikën ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian ku ne aderojmë të futemi. E shikon këtë protestë si një protestë e cila do të ketë një konkluzion? Domethënë, a ka ndodhur ndonjëherë që një protestë edhe një qeveri? Shiko, përsëris varet nga niveli i kulturës demokratike që ka leadershipi. Ne në fakt nuk kemi leadership, ne kemi një njeri që i bën të gjitha dhe mungesa e balancës në majorancën e qeverisë, mungesa e kuvendit për të luajtur rolin e vet mbikëqyrës mbi qeverinë dhe institucionet e krijuara në kushtetutë, bën që të kemi këtë situatë ku e ardhmja është pa parashikueshme dhe në njëjtën kohë unë nuk mendoj që kjo energji publike, pozitive, e pastër, e papërfshirë në lojrat politike e tjerë, do të mund të realizojë qëllimin e vet, nëse nuk kanalizohet politikisht. Ata kanë vetëm një drejtare për ta ndryshuar Shqipërinë, formojnë grupin e tyre dhe të konkurrojnë. Nuk ka asnjë instrument tjetër që energjinë publike ta kanalizojnë energji politike. Edhe një pyetje që është shumë, kam përshtypjen që ka rëndësinë e vet. Si e shikoni rolin e faktorit ndërkombëtar në shëndrimet që ka në lidhje me protestën? Shiko, faktori ndërkombëtar operon gjithmonë me atë që ka kalan, me atë që qeverisë, kudo qoftë ai, majti, djati, qendrës komunist, fashist, çdo që të jetë. E para, e dyta, ata janë duke në vlerësimin tim janë duke vëzhguar çfarë ndodh, shohin nga nën balanca, përçojnë mesazhet e duara në kancelaritë e tyre, edhe në njëjtën kohë në qeverinë shqiptare. Përshtypja ime është që shkalla e diskreditimit që zoti Rama i ka bërë majorancës që ka kryer vetes vet Shqipërisë dhe tek votimi i fundit që është një akt akuz, praktikisht është e tillë që mendoj se e ka humbur shtetin ndërkombëtar. Kjo nuk do të thotë që ata do të arrëzojnë. Është e gabuar të presësh që ndryshimet në Shqipëri të vinë nga jashtë. Por mund të kontribuojnë nëse vullneti politik mrrin përfundimin që ai s'duhet të qëndrojë më aty. Do vazhdosh të vish? Sigurisht. Deri kur? Sigurisht, deri në fund. Deri në fund. Faleminderit. Ju lutem.